Jemi rikthyer. Dua të ndalemi pak dhe ta nisim në mënyrë të tillë për të kuptuar dhe për të bërë një diagnozë le të themi të asaj çfarë nuk ka funksionuar, sepse bëhet fjalë për rreth 4.3 miliard euro që qarkullojnë jashtë sistemit bankar. Një shifër që edhe ka ardhur në rritje, ndoshta në një përqindje të reduktuar përgjatë muajve të fundit. Ne dim që ndër vite janë ndërmarrë disa politika edhe në bashkëpunim, pra që i ka hartuar, iniciuar Banka Qendrore për të reduktuar apo minimizuar përdorimin e paras kesh në ekonomi. Por përpos kësaj, pra përpos faktit që janë ndërmarrë disa herë politika, duket që jemi sërish në këtë situatë, pra në stagnacion në një farë mënyre. Çfarë pamundson një gjë të tillë? Shiko, prania e keshit në ekonomi është e lindur. Natyra njerëzore është mësuar me param fizike, që në lindjet shoqërisë njerëzore me shkëmbimet dhe kur shkëmbimi mall më mall u zëvendësua me përdorimin e monedhës, njerëzit gjën e parë që donin ishin ta zotronin monedhën. Edhe kjo në sheku ju kultivua, po në mënyrë të veçantë tek ne, u mbaj deri vonë ndryshe nga vendet e tjera ku pati zhvillime, ekonomia komuniste në mbajti të mbyllur, të izoluar. Dhe në 1990, kur ne dolëm nga ekonomi e izoluar, ne kishim vetëm paran dhe atë njihnim, nuk njihnim asnjë formë tjetër. Ndërkohë që një lloj stigme le të themi. Në vendet e tjera përdorej karta edhe mund të paguaje, nuk kishte online pagesash, po kishte edhe mënyra të tjera pagesa, përdoreshin çeqet në Amerikë, përdoreshin jashtëzakonisht shumë. Kështu që ne ishim shumë të pramambetur. Ne filluam të njohim kartat në 2004. Pasi u privatizua Banka e Kursimeve, me ata futën në mënyrë masive ATM-t, shpërndan kartën e debitit dhe pagat e administratës publike kaluan në sektorin publik, dhe pas 2004-s ne filluam të kuptojmë që ka edhe mënyra të tjera që mos ta prekësh paran me dorë, por dhe mund ta përdorësh në mënyrë elektronike. Tani, përveç kulturës dhe mentalitetit, ka edhe një sër gjërash të tjera ku individi që kërkon ta mbaj fort, sepse mund të vinë ndonjëherë nga burime të pa deklaruara, që janë jo formale, janë informale. Nga ana tjetër, bizneset që duan gjithmonë të shmangin tatimet, qarkullimin e sakt në deklarata tatimore, që të kenë sa më pak tatime, dhe kjo e bën që të fshejnë, dhe po u fshe pjesa tjetër mbetet në kesh. Kështu që ka një sër faktorësh për të thënë pastaj që edhe reformat nuk janë të plota për të mbyllur ciklin që ne të kërkojmë një gjë të plotë. Pra kanë qenë të fragmentarizuar gjitha reformat e ndërmarra për të dhënë rezultatin? Sigurisht që kanë qenë reforma të pjesshme për momentin kur janë marrë, po me një synim që të vim në këtë të fundit të 2026-s, kur të mbyllet me instant payment, që ne ti themi gjithë tregut tani që nuk të kemi borxh asgjë. Tani duhet të vish ti tek ne me të gjitha mënyrat, me kosta të ulët, me mënyra shumë të thjeshta, mjafton të kesh gjendje në llogari dhe mund të paguash. Pra ajo që kërkojmë ne, që të ndodhi në fund të 2026 ose në 2027, është me përfundimin e instant payment, qeveria duhet të nxjerrë një ligj dhe duhet të detyrojë çdo njësi biznesi që përveç pranimit të keshit, të ketë dhe një alternativë tjetër të pagesës, pra që duhet të jetë instant payment. Pra janë dy, instant payment dhe ose keshi ose POS-i. Pra unë qoftë se shkojnë në një butik, për ta thënë me fjalë të thjeshta, në një restoran, në një hotel, kudo në Shqipëri, dhe nuk kam fare para me vete kesh, dhe duat paguaj se paguaj nga llogaria, është detyra e shitësit të më siguroj mua që mund t'ja bëj pagesën dhe nga llogaria. Mund të sankcionohet me ligj një gjë tillë? Po, e kanë bërë vendet e tjera, e ka bërë Hungaria, e ka bërë Armenia, e ka bërë Greqia, e ka bërë Maqedonia e Veriut. Kanë vendosur edhe tavan të sipërm të pagesës në kesh, që nuk mund të bëhet më shumë se 500 euro. Gjë që ne nuk kemi akoma për individin, ne kemi për biznesin 150.000 lek, po nuk kemi për individin. Dhe kjo është një kërkesë tjetër që i bëjmë qeverisë, që duhet vendosim tavanin dhe ndoshta me përfundimin me projektin e instant payment do vi edhe tavanin që të gjitha veprimet në kesh për individin dhe biznesin duhet të jetë ndërnjë shumë, po themi 50.000 lek apo 60.000 lek dhe nuk pranon do të shitësi më shumë se kaq. Dakor? Pra, janë disa veprime që do ndodhin... Pavarësisht madhësisë aktivitetit, pra nëse flasim... Pavarësisht e qarë, në qoftë se ke vlera më të mëdha pagohen nga llogaria, po shitësi nuk të pranon. Pra të themi, qoftë se vete dhe dua një kostum, po bëri 40.000 lek, mund ta paguaj me kesh, po bëri 60.000 lek apo 70.000 lek, nuk paguaj dot me kesh. Duhet paguaj nga llogaria. Dhe ky do jetë një ndryshim tjetër, një kërkesë tjetër e madhe që ne kërkojmë që të bëhet, dhe dal nga dal, kjo do bëj presionin e vet që veprimet, transaksionet dhe njerëzit të ofrohen dhe
të njohin llogarinë bankare, pra të bëjmë veprime nga llogaria. Dhe mos të pretendohet, siç pretendoi deri dje të themi që okej, ç'të vi në bankun se komisionet janë të larta. Komisionet tashmë janë shumë të ulta. Janë, domethënë, deri në 40.000 lekë janë pa kosto fare në kanalet online. Dhe në shumat deri në 1.500.000 lekë, maksimumi 75 lekë. Edhe komisionet kanë qenë një nga ato çështjet, le të themi, që patjetër. Kanë frenuar njerëzit. Ngurojnë qytetarët që të kryejnë këto pagesa përmes... Më falë Ara, për të ndërpres, një nga ngurimet më të mëdha ka qenë për shembull vendosja PS-eve. Ne deri para 3 vjetësh... Jo, deri para 3 vjetësh, para se të vinte ky fluks turistësh, ne i lusnin bizneset që pranonin POS. Edhe nuk e merrnin, sepse kostot tonë janë të larta. Fillimisht kanë qenë të larta, 3 apo 3.5, po tani është 2.5 maksimumi. Dhe kur erdhën turistët dhe e panë që okej, ata donin të paguanin patjetër me kartë, mund të vinë me kesh me vere, ishte kërkesa e bizneseve që mund vendos POS-in. Dhe sot ne kemi mbi 28.000 POS-e dhe janë rritur shumë këto 3 vitet, 4 vitet e fundit POS-et. Pra do thotë që kur ka treg dhe kur ka nevojë, as komisioni nuk pyet tregtari. Po kur ka volume të pakta, sigurisht ajo kosto 2%, 2.5% i duket e lartë. Po dhe këtë do ta rregullojmë. Domethënë është parashikuar, sigurisht se e përmendëm në pjesën e parë, që brenda 6 mujorit të vitit të ardhshëm do ulet me rregulloren e Bankës së Shqipërisë, që do rishikohet, do ulen këto komisionet e kartave për të mos e kaluar 1%. Afërsisht. Pra të jenë jo më shumë se 1%. Jo më shumë se 1% në total. 1 apo 1.1, do me të nga 0.9, varet nga llogaritjet konkrete. Komisionet e bankave? Komisionet në POS të tregtarëve. Këto pagesave, po, ndjesht. Që merë banka që e ka lëshuar kartën, banka që pranon pagesën, që është e klientit që e tregtarit, dhe në mes që mund të jetë Mastercard ose Visa, pra edhe komisioni tyre, në total. Zoti Përmbulli, me gjitha të paktën këto, ju përmendët disa propozime që do t'i referoni pa diskutime edhe në qeveri, tek Ministria e Ekonomisë. Në mos gaboj, Ministre Adelina Ibrahimaj ishte në një konferencë të posaçme disa ditë më parë me gazetarët, ku bëri me dije që qeveria është duke hartuar në bashkëpunim edhe me Bankën Qendrore një program 3 vjeçar për ta mundësuar një gjë të tillë. Duke marrë në konsiderat këto kërkesa që ju keni, mendoni që do ta arrihet drejt cashless në ekonominë shqiptare? Kam debatuar shumë me çfarë kuptoj me një cashless ekonomi. Sot në botë nuk ka një përkufizim kush është të qartë kush është cashless ekonomi, por ka një tregues që madh. Pra në qoftë se mbi 50% e transaksioneve kryen në kanale bankare, ekonomia quhet ekonomi pa cash. Dhe nga mbi 50% deri në 100% është goxha diferencë. Sot ka vende që kanë dhe 90-95%, po ka vende që kanë dhe 52 dhe 55% dhe prapë quhen ekonomi pa cash. Ne jemi në raport krejt të kundërt. Ne jemi 70-80% që janë cash. Ne të kthehemi dhe të bëjmë këtë përmbysje që mbi 50% deri në 2030 në mendimin tim, të kalojnë në rrugën bankare, ne kemi bërë një përmbysje të madhe historike, sepse ne duam ta bëjmë brenda 4 vjetëve, ndërkohë që bota nuk e ka bërë brenda 4 vjetëve. Është një proces. Dhe pas 2030 mund të synojmë që të shkojmë dhe 70 edhe 80% pastaj. Po të bëjmë këtë të parën dhe me masat e marra, nëse ka bashkëpunim dhe ka vullnet të mirë dhe nga qeveria dhe nga politikëbërja, unë them që realizohet, sepse të gjithë aktorët në treg janë të interesuar. Bizneset e mëdha për shembull janë të interesuar. Janë të interesuar për transparencë, për formalizim, për ulje të kostove, dhe ne këto ja ofrojmë. Pjesa që na mbetet, që është më pak ndoshta dhe e informuar dhe që ka nevojë edhe për më shumë edukim, është biznesi i vogël dhe i mesëm. Janë edhe fermerët që akoma nuk janë të formalizuar. Sepse ne flasim për ato që mund t'jenë edhe mund t'jenë pengesë të themi. Pesha me madhe janë të këto biznese, dhe në qoftë se ne arrijmë që të formalizojmë peshën e tyre kryesore. Por këto zona, aksesi në sektorin bankar është shumë i kufizuar, ato përbëjnë pjesën ndërmuese. Deri tani ne ka pasur edhe pengesa reale, sepse bankat nuk janë në zonat rurale. Dakor, për shkak të vështirësive gjeografike, popullsisë shumë të vogël, vështirësive në infrastrukturë, ruajtjes e njërin tjetrën, ka shumë faktorë, nuk e bëjnë të leverdishme hapjen e një dege. Por nëpërmjet teknologjisë, kur ti mund të hapësh llogarinë online, pa vajtur në bank fare, dhe mund të nënshkruash çdo dokument, po kështu online me nënshkrim elektronik, atëherë ti s'të duhet më dega e bankës. Të duhet thjesht vetëm të kesh një urit fillestare, si të komunikosh me atë punojnësin e bankës, të hapësh llogarinë dhe të bësh dërgesën e parë, pra të dërgosh fondet. Dhe fondet si mund të dërgohen? Mund të dërgohen nëpërmjet një agjencie
nga institucionet financiare të pagesës, jo banka, mund të dërgohen kur ti merr pagën dhe e çon direkt në llogarinë tënde, kur shet një gjë dhe i thuash blerësit më çof fondet në këtë llogari dhe mos më jep në kesh, dhe kështu fillon edhe ekonomia përmirësohet dhe secili fillon ata aksesin dhe qasjen në llogarinë e vet. Patjetër, fillon lëviz e gjithë dhe ne këtë duam ta bëjmë. Ajo që ju përmendët, pra nëse sot ka një tavan për bizneset që do paguajnë kesh, pra dhe nuk mund të tejkalohet ky tavan. Në rastin e qytetarëve nuk ka një tavan për pagesat kesh. Duke qenë se sektori i turizmit është sektori që ka, le të themi, edhe lëvizje, edhe më shumë sektor dinamik, le të themi, veçanërisht në vitet e fundit. A do duhej dhe do t'ishte udhës që pikërisht ky sanksionimi, pra për të vendosur një kufizim mbi parat kesh, mbi nivelin e pagesave në kesh, pra para fizike, do duhet që të niset fillimisht nga ky sektor për të ushtrirë më pas dhe sektor të tjerë, dhe ai detyrimi për të pasur 3 mënyra pagese, pra që qytetarët të kenë mundësi që të zgjedhin, pra të kenë zgjedhje apo alternativë pagese. Kuptova pikën tënde, po nuk them të jetë i kufizuar për të kuptuar. Nuk them domosdoshmërisht duhet filloj nga turizmi, se pra një lloj testimi, le të themi, jo, për të kuptuar. Se turistët nuk kanë shumë të mëdha, janë në numër shumë, po nuk ka shumë të mëdha në transakcion. Do me thënë paguan hotelin, ai po e paguajti hotelin, e paguan direkt edhe me kartë online që kur bëm pronotimin. Pastaj shpenzimet e tjera do bëj këtu te restoranti apo në qoftë se lëviz dhe mund të bëj edhe me kartë. Ajo që është më e rëndësishme është biznesi dhe individi. Ne duam që dhe individi të kuptojë që ajo karta e debitit që mban nuk është për të tërhequr pagën në ATM. Është një nga funksionet, më pak i dëshirueshmi. Ajo karta e debitit është që ti të paguash kudo që bën blerje. Ti paguan me kartën e debitit, njësoj si paguan me kartën e kreditit. Dhe nesër, në qoftë se ti ke fondet në llogari, mund të mos e përdorësh fare kartën, po qasesh me një në llogari, vendos shumën, ja dërgon përfituesit në moment. Dakor? Pra, ka një alternativa të tjera që ne duhet i kuptojmë dhe duhet të synojmë më shumë bashkë me ju median për t'ia shpjeguar njerëzve për të ndërgjegjësuar gjithë publikun. Dhe ky është komponent shumë i rëndësishëm. Dhe ky është do jetë element shumë i rëndësishëm. Eksakt. Mbi gjitha këto zhvillime dhe këto risi. Sepse ne po i bëjmë dhe jemi autor dhe përdorues të kësaj, dhe na duket si një gjë normale. Po të krahasosh këto arritje, sidomos pas 2016-ës, me dekadë më përpara, është përmbysje totale në sistemin financiar. Është një përmbysje totale, nuk mund të imagjinoj. Dhe teknologjia na ofron ritme aq të shpejta. Tani është inteligjenca artificiale, që akoma nuk di se ku mund ta çojë gjithë procesin e bankingut, sepse ka mundësi të pafundme. Pra, teknologjia është atje. Jo çdo gjë e teknologjisë mund të jetë do dobishme, okej, dhe mund të jetë e përdorshme sepse ka dhe kufizimet e veta. S'mund të futesh inteligjencën artificiale në çdo gjë bie fjala, se ndonjëherë shkon në të kundërtën e vet, pastaj po duhet kontrolluar. Por ka mundësi. Ajo që duhet bërë është që ne duhet i përshtatim mentalitetin tonë arritjes teknologjike. Sepse ne nuk e kuptojmë arritjen teknologjike, po na i shpjeguan me terma informaticianët, nuk e kuptojmë, se si jemi të fushës. Por ama unë si përdorues duhet ta kem shumë të thjeshtë. Nuk ka rëndësi ku është serveri, si bëhet lidhja, çfarë portash përdorin, çfarë elemente sigurie. Unë duhet jemi sigurt, unë duhet jemi sigurt që transaksioni im do ndodhë në mënyrë të sigurt dhe që kam lehtësitë në celular apo në kompjuter të menjëhershme pavarësisht nivelit tim të themi arsimor. Pra duhet jetë e përshtatshme për çdo njeri. Këto siguri duhet ofrohen dhe stigmat që mund të jenë krijuar ndër vite mbi faktin që më rrezikohet paraja nëse unë i nënshtrohem këtyre pajisjeve dhe bëj këto transaksione në mënyrë elektronike, duhet të zhduken dhe të luftohen. Paraja është e rrezikshme edhe kur e mbajmë në portofol, pse pak kanë humbur edhe kanë vjedhur. Por është me pranueshme kur humbë, ashtu se sa kur humbë përmes rrjeteve. Pra kërkon edukim edhe kjo punë. Të sektorit bankar, kërkon edukim. Dhe ne shpresojmë që të gjitha këto veprime që po ndërmerren, qoftë nga qeveria pra, qoftë nga sektori bankar, në bashkëpunim edhe me Bankën Qendrore, të shoqërohen edhe me fushata për të garantuar qytetarët mbi për të garantuar, për të informuar dhe garantuar mbi të gjitha këto, le të themi, zhvillime që janë njohur, por që normalisht kanë edhe përfitime, sepse është më pak kohë, më pak mund, edhe një procedurë të jetë e thjeshtë, të jetë e zakonshme, që mund ta bëjë gjithë secili nga ne dhe gjithë secili që ka një aparat. Shumë e rëndësishme kjo që e evidentuar dhe jam plotësisht dakord. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ju kisha. Faleminderit. Mirë, pak publicitet e rikthehemi sërish në studio.